Qytetarët nuk do të marrin më kredi pa limit nga bankat. Nga një korriku ka nisur zbatimi i vendimit për vendosjen e tavaneve në vlerën e kredisë që japin bankat ndaj kredive për shtëpi. Në fillim të muajit maj, Banka e Shqipërisë mori një vendim ku parashikohej kufizimi i kredive që japin bankat ndaj qytetarëve për të blerë një shtëpi të parë ose të dytë. Konkretisht për të blerë shtëpinë e parë, bankat tregtare nuk do të japin kredi më shumë se 85% të vlerës së banesës. Për shembull, nëse një qytetar do të blejë një shtëpi me çmim 10 milion lek të reja, banka mund të financojë maksimumi 8.5 milion lek, ndërsa 1.5 milion lek do t'i mbulojë individi me të ardhurat e veta. Ndërkohë, për shtëpitë e dyta, bankat tregtare nuk do të japin kredi më shumë se 80% të çmimit të banesës. Për shembull, nëse një qytetar do të blejë një shtëpi me vlerë 10 milion lek të reja, banka mund të financojë maksimumi 8 milion lek, ndërsa 2 milion lek duhet të sigurohen nga vetë individi. Nga ana tjetër, për kredin që merret në monedhë të huaj, tavanët do të jenë më të ulëta se ajo në lek. Banka do të mbulojë me kredi 75% të vlerës së shtëpisë së parë dhe 70% të vlerës për shtëpinë e dytë. Kredia është më ulët për të shmangur rrezikun e kursit të këmbimit. Pra, nëse një qytetar do të blejë një shtëpi me vlerën 100.000 euro, banka do t'i jap maksimumi 75.000 euro kredi, dhe nëse është shtëpi e dytë, 70.000 euro. Përveç tavaneve të kredisë, Banka e Shqipërisë vendosi kufizime edhe për sa i përket peshës, që duhet të zërë kredia në të ardhurat të qytetarit. Kështu kësti duhet të jetë 40% të ardhurave të kredimarrësit për monedhën lek dhe 35% për monedhën në valutë huaj. Ndërsa për shtëpinë e dytë, kësti i kredisë duhet të jetë jo më shumë se 35% e totalit të ardhurave dhe për kredi në valutë sa 30% e totalit të ardhurave.